Oktapod me makaronja edhe o zot çfarë të hashë, është një shije fantastike. Tani, si po i përgatit Eva me burrin e saj, ata po i përgatitin. Në fillim oktapodi duhet që të zihet, që të zbutet se është i fortë. Pasi ka zjerë, do ta hedhin në salcë që i kam përgatitur me qepë, speca, çfarë të doni juve mund të hidhni tek salca. Nga këto erëzat po i tregon Eva të gjitha me radhë, kripë, piper, paprika që është piper i kuq, po është i ëmbël, nuk të djekë, piper të zi të gjitha me radhë, salcë domate, një gjethe dafinë, kjo është vere bardhe që i hodhi brënda, që i jep shije fantastike, një çik salcë domate, nëse keni domate të freskët, akoma më mirë, do t'i hedhi edhe pak ujë, që ta lej të vlojë dhe pastaj do t'i hedhi makaronat brënda. Dele një pjatë fantastike, shumë e mirë. Oktapodi ka shijen e vetë, edhe i jep atë shije dhe makaronave. Eva po përshëndet djalin që sa erdhi nga shkolla këtë moment. Edhe u lëshua te pjata, se vërtet del shumë e mirë. Ciao.